Shumë që ka shumë kompon TikTok, që tash përshihemi edhe live. Sa mirë. Përshihemi? Mirë. Kur po doka shumë pranverore dhe film me këto ngjyra që kjo është vendi për ty. Faleminderit. Faleminderit shumë që na ke ardhur. Faleminderit shumë për ftesën. ftesën. Në Kosovë, di që jemi në kontakt që sa muj prej ku ke qenë atje. Shumë mirë. A ke diko këtu që e takon? Po, e kam... Miq, familje? E kam vjerën, bobën e fëmijëve. Okej. Gjyshen. Kam familje plot. Bukur shumë. Besoj edhe sa herë që vjen, është e Kosovën, ma ndryshe. Që ka diçka që të pëlqen më shumë ti? Se di tash, apëtën unë ka romo të mos më konë, edhe tash u bo që s'ka? një vjetë të diçka s'kom orë. E ma herët visha shpesh, çdo 2-3 muaj. Tash të qish me gjithë qka po knoqna, veç njerës të po knoqna. Ka ndryshu shumë prej një vjetë e gjysë që si ardhë, apo? Jo, veç do në kalimi kam bo Ferizaj ma shumë. Besa në kalime ko qa shumë në Ferizaj. A ke mendu në erë me ardhë me u zhvendos komplet me jetu në Kosovë? Jo, se mu bojt të na bajat dikura, bëtën sunë ria ashtu shumë. Se më ka ronë pandemi me nejtë magat edhe... Nuk është që ke mujt me gjetë vetën shumë? Jo. Jam po vite shumë atje, kështu që edhe e kuptueshme kjo për ty. Unë thash që ata që përdorin shumë rrjete sociale e di që të kam pas, sigurisht. Ku e gjen vetën ti ma tepër, ku të pëlqen ma shumë me shprej vetën? TikTok, Instagram, YouTube, se i bën krejt ka pak ti. Po, në YouTube, do me thonë halo pa i kri flukt, e kolli, a dhe ne boj video, jam tamam kështu vetë vete, e kalzoj ditën tem, shka boj, pa filtra, pa kërgjo, pa filtera, që me thonë. E në TikTok e kam pak ma një personal, sikur abedin pak ma bad girl, abedin pak mi shti njerë sketch, qështu. Si hajgor, abedin nuk e kam shumë. Po ti ke zhjith vetë me u tregu qajo loj natyra, a? Edhe marë që kum po muzikë edhe mu ka përshtot shumë qajaj, e qështu ma shumë njojnë në TikTok. A të merë shumë kohë kjo? Pra gjithmonë ti e ke telefonin me kamerë lëshut gjatë ditës, apo ka dhe periuda ku thu lese sot s'po i kur gjo? Po, ka ditë që, qëta është ti, adën që jam orë në Kosovë, ma shumë veç po shoj, për shioj kohën, se Norvegji vjen ma shumë vetë më nejtë, edhe kam kohë tana më mirë me rjetë sociale, se jam, veç fmit edhe s'kam nejsen tjetër me bo. Kur ma përmende muzikën, pse nuk vazhdove me qenë aktive, me punu muzikë? A u zgënjeve, a pa diçka që s'pëlqejnë në mënyrën që shfunksionan të Jo, unë halo shkruj tekste, kam plot muzika kështu që nuk i kom publiku, ama fëmija njerë shumë të vogël. E tash një artiste do të me mojtë koncerte, do të me posë shumë kohë, edhe aja jetën është nuk përshtotet shumë me fëmi, desa të rritën pak, ama se kom lonë kështu, alo. E ki mrena ato, edhe mirë që po shkrujshe nuk e humb komplet atë shpirtin artistik. Jo. Një nonë që ja ke dediku komplet kohën fëmive. Në fakt, kur flasim për rolin e nonës, ti e ke pas shumë munges këtë pozicion, e ke hup nonën shumë vogël. Gati sa nuk e di, a ke në i kujtem që të kam bet, a ki diqka, sa vjeç ke qenë? 2 vjetë. 2 vjetë. Do me thonë nuk e maj heq men, veç e maj men, apëtin jetën që kom pas gjithë tu e një mungesën e soj. Sa den kur të hup nona, dy që ishtë hup siguria jetës, nuk e ki një vend ku një është taman sigurt, ose një dikan ku mund është më bështet, apëtin më bështet. Kur ka qenë ajo mosha që ti e ke vrejt mas shumë të mungesën, ose ndështë ke njës me bo dhe pytje që ka ndodhë me nonën, në dështë me kuptu pse nuk është mo ajo afer të jenë? Unë gjithë e kom ditë, apëtin se veç boba jam gjithë më ka thonë, apëtin ju ka nëllë zemrë, se infrakt ka posë në zemrë, edhe qëto si fëmije e kom ditë, edhe mo sot që e kena full që atim shumë, se apëtin u mërzit që me krejtë. Normal, ti me ndishme edhe unë du me të kursy prej kësaj, për me qenë, ti e di që je shumë e sinqertë edhe hapon, ti flet vetë edhe me njerës që të vjekin aty. Humbja e nonës, atë ka afru ma shumë me babin, apo? Shumë në ekstrem, edhe shumë e kam babin e mirë, apëtin bile ato e kom pas për gjithë shka. Po, apëtëm, babat janë ma ndryshe, nuk mojnë me ta afru bashkë qatë dashnije në njëjtë si nona. Ata, apëtëm, kam pak ma jetën e vetë, që me thonë, janë si nonat. Qka i kënë gjati shumë babit? Cilën prej këtyre vetive? Jam shumë bos, si aj. Krejtë më thojnë kështu, apëtëm, nuk ma një përsana sa atina, si a një përsana shumë kështu, me thonë fjallën anglisht open mind, se...
Ju jeni rritë bashkë me një tjetrin, por edhe babi erdhi një moment që e vazhdoi edhe jetën e tij me partnere të re edhe me një familje të re. A ka qenë për ty të lashme u ambientu me jetën e tij të re, apo? Jo, ama kur jam kone vogël, i ka pas edhe do lidhje tjera, për shembull një femën tjetër, edhe nuk i ka hecë për shembull lidhje, unë jam kone vogël, tamam u mësojsha me një, e konsiderojsha si non, tana e gjike një tjetër, sa vete nuk i heckës. Mos ka pos fat, pinonës tem pak, edhe një ka u. Edhe për ty si fmi tana... Si fmi normal të ka ndiku pak. Po, se abden humbja e nonës, tana të hupe dhe ai personi që e ki pos si non, e ki një tjetër është pak, adem, pak jo stabile. A ke pas kontakt, duket një ku jeni shkëput? Me motrat e mjarë? Po. Po, se tesh, jetë jam u kom pak e komplikume, do me thonë... E goma, se unë nuk po di që ka me të prit ma për para. Nona jame është Gjermonë, u konë Gjermonë. Edhe para se me bo me babën tem, u konë e martume, edhe i ka pas 2 qika. Do me thonë, me babën tem, të na kanë qenë martume 10 vjetë. Masi ka dik nona jame... Edhe ti fëmiu i vetëm i tëne? Po, masi ka dik nona jame, ato motrat e mija 1 vjetë kanë jetu me neve, ta na kanë shku të doja jame jetu, se kanë pas konflikte me babën teme. Apëten ma mirë kanë shku të... familja e nanës, kuptaj. Ata ta na s'kanë dosh me pos kontakt, edhe për mu si fmi, apëten që e ka hup nanën, mi hup edhe motrat, ta na dëshish për me kanë diku që kjo shumë të one me angst, me qëtu sanë. Qështë e ke kalu, a ke vujt gjatë këtë pjesë? Po, gjithë edhe halo vazhdoj, apëten veç jam mësu më shumë me jetu jetën me angstin, ama ma mirë jam kështu. Sot a ki kontakt me tu? A keni pas nëj komunikim? Po, në Facebook, apëtën, i kom gjithë, edhe jena taku mas disa vjetë, edhe kër e takova dyqysh mu një pjesë zemrës tem që u thy, o ndreq. Apëtën shumë më konë se di, shumë më konë mirë. Një ta kem shumë i pritun kë prej teje për një kohë gjatë. Edhe kritë këto përjetime, në fakt, ti dukesh me qeni sot një gru edhe një nanë shumë e fort me i përbalu kritë këto, me u rritë pa nanën, pa copëzën tjetër të motrave. A ke pas me që afer vetës, ose dikon ku ti e mbështet edhe edhe këtë fazën e ankthit, nuk të kanë lun me e kalu vetëm? U konë esenca që tamën kër i bona 12 vjetë edhe e bona një rreth shumë të mirë me shoqënia, me krejta, pëzëm se për njëri që ka angst social, është pak ma zorë me bo kontakte me njerës. E tana na ka ronë me shku në Norvegji, se ka gjithë baba jam një punë atje. Edhe, apëten u dishtë apet me janë një fillimit edhe, apëten, apet dishka një ndryshim, kur su bona ratë. Një angst social që kë, po nënkuptua që nuk të kalon të shumë u afru, ose të pak të ka orë si pasojë, ndoshta para gjykimeve të njerëzve, ose a je ndi e bullizume, nuk të kam pranu në rreth, në shoqëri? Mu angsti, unë e më që shë mendoj, më ka ndodhë prej që më ka dik nona, edhe se kom pas një vend sigurt, edhe tana gjithë jam një e pasigurt. Tana që kjo më ka një këto njëtën që njerës kanë menu në ashtë mu që po më vja shumë mara, ama unë në fakt veç kisha shumë stres, siklet, së në shpresha. Edhe, a ke tentu, besoj, me taku profesionist të fushës, psikologe, me fol me ta, apo e ke bajt në veti? Kam qef, ama halo, s'kom pas ko. S'ki pas ko, gjeje një ko. Ta besoj e din, edhe pse sigurisht ka një herë është kjo shprehja kështut me shako që e themi shëshnia e mirë është pak si një psikolog falas, kështu që po, me gjitha të profesionistët e kanë punën e vetë. Sot po them je non, që dikush mundet mu bevasu se vajzë e re, po, je bu non edhe në mush 3, a? Jo dhe shumë e re, 23 vjetë jam bo non. Okej, e re. Po. E re, dhere 50 vjetë e re, edhe 6 dhe se mos midrohen zonjat që i kemi. Qështë e prite lojmin e shtatzanisë së parë? Ishe shumë gjatë ko me partnerin? Jo, nuk jena konë hiq gatë në lidhje, do me thonë, halo, jena konë tu njoftu ma shumë, edhe jam konë shtatëzon, edhe u konë kete paprit. Ama me njëherë këmë di që okej, kjo është një shepi zotit që apëtën me ndodhë që kjo ndryshim një temë. Ama kështu hiq nuk jam konë gati mu banon, ama veç e këmë marrë qashto që shumë kartë, edhe... Edhe e baj. Ishte një vendim që ti e prite
si një lloj shenje për ndryshimin në jetën tënde. Qysh e priti partneri atë kohë? Po, ajo gëzu tepër shumë. Po. Edhe çka nuk shkoj mes jush, se sot fatkeqësisht jeni bashkë. Çka të konsideron temën tregu, mos po du me të ngarku. As nuk jena bashkë, as nuk jena të ndoma, për një kena do konflikte mes veti, si çdo qeft, nashta, për na pet kanë me na po bashkë, nus po tham, po për momentin... Ajo është shqiptar apo norvegjane? Po, shqiptar është. Shqiptar, okej. Për momentin jena si një lloj pauze. Por kontaktin për fëmijët sigurisht e keni. Qysh ke ndjenja e parë kur e more bebin krah pas lindjes? Trego ma pak qëtë emocion. Se di qysh masi e kom lind qikën, e kom po edhe në TikTok edhe kom thona, deri tash se pas në di qka o lumëturia. Për i me është shumë... Zdi. Veç kështë është nonë vetë mund me ditë qka jam të thonë. Definitivisht, të gjitha nonat e kanë këtë vështirësi. Dhe më dhënë, qka du shpyti, kur i pytë për emocionin, qysh është momenti i parë kur merë bebi në krah, duke se është e pas shpjegueshme dhe në fakt këtu tregojnë që zemra flet ma shumë se fjallët në këto raste. Ama është edhe tana shumë zarë, se ti veç sa e ke bo një lindje, ta shki çdo 2-3 orë mu që u mi dhonë gjije, mu kujdes. Apo dhe nuk len ashtu me pauzu, bashkë me shiju gëdzimin, apo dhe se ki benjere shumë punë. E kërkon me u kujdes për to, e pa të vështirë, me u kujdes, atë ndihmoj ke partneri? Jo saj, në fakt se ka qenë Kosovë, se s'ka mujtë morë në qatë kohë. Edhe jam konë veç vetë, do me thonë, edhe su konë shumë shtirë se t'i qysh, mini herë po t'vishin këto instinktet e nonës. Kogja e vështirë, dhe me thonë, sidomos kur i dëgjoj, vajzat nuk jom gati, edhe me njerë përbalesh me diçka të re, qka duhet me botash, a i paniku normal që e përjeton gjdo nane re. Po, një vajzë, për emrin që shvendose? Unë e shumë e kam marak dilin, edhe dhe qysh thash me edhe mu do ke qika jem ka mu konë një përendesh, ama thash me alilon emrin përendesh, s'përshtatët. Tana i kom lypë do përëndisha dhe ka dollë përëndisha e dilit, Elektrona, edhe thash, kërkush nuk e ka këtë emër edhe bashkë kam janë gjitës edhe me A, si kur emri jam Adriana. Okej, shumë emër i veçanë. Po për djallin, që shvendose? Djalli e ka vendosë baba vetë, se a i ka në rësë, Siron është të prapë. Në rësë të prapë. Një vajzë e njallja ku kam edhe fotografitë në fakt, që ja sytë qeli, të kanë gjatë ty me sytë këtu. Të djalli ishte një sfidë më e madhe, për shkak një komplikimi që kishte me të lindur, apo? Po, aja ka ndodhë në zhvillime në jaftë e para, nuk ju kanë gjitë buza, qilza e këto pjesët. Do më thonë buza e qarë. Po, atë friksoj kjo për me përshëndetin e ti, për kujdes për të se qysh kemi andalë? Adin, kur kom shku qatë dit, kom shku për me marrë vesh gjinion. Edhe unë po ta qef, me posa dhe një qikme. Kur më ka kalzu, për këtë sensa, unë i thash, apëtin shkru ma me një letër, se po kam qef bashkë me partnerin me këqyrë. Po, gjinin. Gjinion. Me po si, atin që shpibojnë do... Po, gender reveal. Po, gender reveal, po. E tana kur më kalzoj që apëtin e ka mundet me pasë që to, thash, okej, shala është ma mirë djallë, se një djallë mund me kalu shumë alet këtë sen, se qikat për i me po këqyren shumë detaje, që shduke. A është diçka që mundet me u përmirësu kur a i të rritet, apo që ka kanë thonë? Po, do me thonë, ajo është veç estetike. Këto operimin e pare ka kry, tash edhe 2 tjera kom i bo. Pari ka shku me sukses, që ka? E bot, super. Kush është më i urti? Qa, Zironi. Djali, okej. Shumë është i urti. Vajza, po mduket si ti, me këtë temperament të tënda. Në fakt edhe unë jam shumë e qitë, si djali, dhe më thonë, aj ma shumë më ka nga, qika është, ka shumë temperament, edhe është në ato fazat që veç qartët. Po që është edhe madhja, do shta ke lasdru pak ma tepër. Po, me lasdru, po. E pra, e kërkuj pak. E që 3 herë në ditë me kolicëve sa me për me flajt. E dojnë për kushtimin. Në TikTok edhe në rrjetet sociale, je shumë e hapun ke folë për shumë fenomene edhe dukuri negative që janë edhe prezente në rinin në Kosovë, që besoj edhe dëgjon, edhe sa her vjen
i sheh si fenomene dhe dukuri që ndodhen. Ti ke fol haptas edhe për substancat narkotike, për dëmin që shkaktojnë, pra ka qenë një farloj ure jotja e komunikimit me njerëzit. Se ke vendus me fol publikisht, se duhet goxha një kurajo me nda këto publikisht, edhe një gjendje emocionale goxha e fort me përbalu. Jo, unë e shoh vetën si libër e hapur, apo nuk jam një njëri që aktroj ose bëj filma, kam qef tama me kallzu, nashta dikush mundet me mësu diçka për jetës tem, jo që jam ku me ditë kush, jam apo një qik nashta, o të dosh me hiq asoj rrugës edhe sheh që hej, kjo nuk është rruga e duhur, apo se ti mundesh me pi çka se me ja bë vetë të rafsh, ama nuk është ajo najsen që ja vlen me bë. Nuk është që ka një benefit prej saj, nuk të ndryshon për mirë. Jo, neshta që aty për që aty je mirë, ama masane ka me të shkatruë. Do me thonë, para se me të shkatruë, apë mos janë nesheq. Qka të ka shty ty me i provu këto substanca? Qka të shty ju? Pra, a ke qenë gjendje të rëndume, emocionale? Jam kanë me një gjendje ku s'ma ka një për kur gjaheq. Apë edhe veç, jam kanë edhe me një shuqni as të keqe, po apëtën që kanë përdor gjana, edhe mu ka imponu ashtu, edhe pi muzikës që e ngojsh, edhe pi artistov, se për një met është... Ajo po promovohet me thonë sa dush, na nuk i, apëtën, nuk kena faj që rinia po pën, ama po na inspiron, apëtën për të keq. Këto senet, edhe une... Une nuk ka që jam konë shumë keq, po veç thjesht të qysh o bona mos manike për kërgjove, thash, hajt, ma si krejt po pinë, pse mos me pi. Po tana dikura e posh... Nuk e momenti që atu desht me arrit ose me përjetu në i gjendje shumë të keqe për me ndal, apo thjesht me kuptu që kjo është gabim edhe nuk ban me ndodh ma? Jo, në mu së më ka ndodhë kur gjatë keqë, veç thjesht vetë, në gjithë bojsha pauza se e posha trupi, nuk përdon të runi, dikura mo ti hargjon ato dopaminat, apëtën qelizat e të runit, mo nuk je lumë tonë edhe ato ke posha që okej, du të me nalë. Qka ju ke thonë krejtrive në rrjetin tonë sociale dhe qka është mesazhi ytë sot këtu publikisht që për cilën falenderoj se është një pjesë e jotja personale që mora akuzimin me të pyet me qenë se e ke nda edhe në TikTok. Se njerës mund të është edhe shumë i paragjyku, ama ma mire, nështë ta dikush monët me një qëtë sen edhe me thonë okej, njerëzit gabojnë, e rëndësishme është me arrit në pikën me kuptu që ke qenë gabim, edhe sot me u kthy në një shembull, me i tregu dikujt që, shikoj, e kam bu një gabim për para, mos e ndjek rrugën e njëjtë, Po njerës e shuin botën si bardhe zi, do me thonë, ose je keqe ose je mirë, po na krejt jena edhe mirë edhe keq, nuk ka shkërkush. Perfekt, krejt mujna bojna sene pa lidhje. I kemi ato. Qka po dëgjon kush prej këngëtarve të pëlqen edhe kur të rritën fëmijët pak edhe ti të kesh mak shumë kohë të lirë me këngë kështë pas shef me bu një duet? Me krejt. Me krejt. A vëtë nuk e kam ne kanë që se kam shumë qef ose najsen, edhe i kam raportet e mira me plot. Okej, qka dëgjon ma tepër, çfarë stili të muzikës? Rap, kështu, house, ama ngoj shumë muzikë shqip, se shumë më pëlqen. Okej. Kam një postim që e kom do, se jam krejt në fond dhe po du me diskutu. Një postim i yti që thot, krejt jam të rathojnë, kështu që ma mirë vesh mere një hajtë që aty. Që ku e kom po më duket, a? Këto e kom shkru veç hajtë, se diqysh, sa për një... Me ngacmu pak, me i provoku. Po, sa për një show që të më thonë, ju ka dollë, ju ka bo kështu, a me thonë, ma përde masi, ashtë kështu ketë janë të draftu, veç mere një hajtë. A e ke... Se mu personal nuk më ka ndodhë, a përde, po veç... Për sa më thamë, në TikTok më shumë bëj hajgore, edhe që ta nështë njerës në TikTok ka njerë shkrujnë ma negativ. Të ndikojnë këto komentet e tyre? Jo, shumë keshe, dyqysh më keshe. Të kam pa në disa se edhe i publikon edhe si komente edhe mande ju këthen përgjigjen. Okej, unë po shpresoj që te edhe partneri me gjithë atë rrugën e ju i të përbashkët, me qenë se keni edhe fëmijët në mes, edhe po shpresoj që herën tjetër kur të vesh kemi folë ma shumë për muzikën, edhe për tekstet edhe këngët të reja që ti jenë përgaditje. Faleminderit shumë që erdhe sot. Okej, faleminderit shumë. Okej, po e përmbylli edhe këtu me Adrianën prezente, ta dëgjojmë kam Arbrin atje, do të na jap një këngë të fundit për këtë të pramt e për këtë javë, pa që një vikend të mbarë, takohemi të hënën. Ciao!